Përshëndetje, edhe këtë të diel ndajmë së bashku zhvillimet e ditës se do ndalemi pikërisht te premtimi i motit të ngrohtë i cili ka filluar të popullojë dhe plazhet e Vlorës. Edhe pse ende nuk kemi zyrtarisht në sezon turistik, duket qartë se Vlora dhe Bregdeti i saj mbeten ndër destinacionet më të kërkuara. Vendas dhe të huaj që zgjedhin Bregdetin kanë nisur tashmë edhe plazhin. Moti i ngrohtë ka filluar të popullojë plazhet e Vlorës, edhe pse ende nuk jemi zyrtarisht në sezonin turistik, duke qartë se Vlora dhe Bregdeti i saj mbeten ndër destinacionet më të kërkuara. Shumë prej atyre që zgjedhin Bregdetin kanë nisur tashmë edhe plazhin. Janë kryesisht të huaj ata që kanë mbritur për disa ditë pushimi, por ka edhe nga ata që jetojnë prej disa muajsh në Vlorë, si dhe të tjerë që kanë zgjedhur tashmë Vlorën dhe Shqipërinë për të ndërtuar jetën e tyre. Një prej tyre ardhur nga Uzbekistani ish martuar në Vlorë dhe sot flet edhe shqip, duke treguar se është dashuruar jo vetëm me një person, por edhe me detin dhe qytetin e Vlorës. Unë jam nga Uzbekistan, nga Tashkenti. Jetoni në Shqipëri? Po. Sa vite? 3. Deri tani 3. Deri tani 3. Jeni e martuar në atë Po. Me shqiptar vlonjar. Si do duket Vlora? Shumë i mirë, shumë e bukur, me dy deti që keni juve këtu, është si bonus. A të pëlqen më shumë të jetosh këtu me burrin apo të jetoni në vendin tuaj? Patjetër me burrin. Na trego pak si e kanë pritur edhe juve apo edhe familjarët e burrit kur erdhën në fillim. Si ishte Shqipëria, na trego pak. Mami im akoma do të vi këtu edhe do të jetoj këtu, se edhe klima, edhe njerëzit, edhe ushqim, të gjithë është e bukur. Keni filluar dhe ndërkohë dhe plazhin, me sa po shikoj? Po, pak në pak. Akoma nuk jemi në det, po në bregu mirësht. Si e keni mësuar shqipen kaq mirë, ma trego pak? I kam vjera më e mirë në botë. Prandaj, edhe shqip ishte. Po vjera e kam mësuar gjuhën tuaj? Po, është rusisht, prandaj edhe vjera e di. Faleminderit juve. Nuk mungon gjithashtu të huaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Spanja, të cilët në Vlorë qëndrojnë prej pak ditësh, por edhe disa muaj duke zgjedhur të shijojnë plazhin dhe jetën bregdetare. From New York, America. Jam nga New York. Jetoj këtu prej disa muajsh. Dhe në një motë të tillë nuk mund të mos vizitosh Bregdetin, e madje të bësh dhe plazh. Më pëlqen shumë deti këtu në Vlorë dhe klima është shumë e mirë. Është të kënaqësi dhe do të qëndroj edhe për pak kohë, dhe natyrisht që do të bëj plazh. We come to the beach every day. We are from Spain. Spain? Yes. You are just for a holiday here? Yeah, for the year. Unë jam nga Spanja. Në fakt, unë studioj në Itali dhe bashkë me miq gjetëm mundësinë të pushojmë për pak ditë dhe zgjodhëm Shqipërinë. Sot po bëjmë plazh në Vlorë, ndërsa nesër do të shkojmë edhe në Ksamil. Tomorrow we'll go to Ksamil. The same, like Spain. We are Spanish everyone. Edhe unë jam nga Spanja. Prej një viti studiojmë në Itali. Po, më pëlqen shumë këtu. Në Itali apo në Shqipëri? Këtu deti është më i bukur, krahasim me Spanjën. Jo, nuk e them, ishte pak ftohtë sot në ujë, por shumë bukur. Më pëlqen shumë. Vlora dhe Bregdeti i saj po tërheqin gjithmonë edhe më shumë të huaj, ndërkohë që duket se sezoni i plazhit ka nisur herët këtë vit, teksa Bregdeti ka filluar të mbushet me pushues. Nisur aksioni për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në lagjen 15 dhjetori, duke se ka mbetur aty. Kanali që përshkon lagjen kushtrimi i vazhdon të jetë mes mbeturinave të shumta dhe i bllokuar nga ndërtimet. Është folur shpesh për pastrimin gjeneral të kanaleve kulluese të qytetit dhe më pas rehabilitimin e tyre, por deri më tani ndër vite nuk është bërë asgjë. Në qytetin bregdetar të Vlorës prej ditësh ka nisur aksioni për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në zonën mbi spitalin rajonal, por vetëm kaq, pasi asgjë tjetër nuk është bërë. Në qytet ka dhe kanale të tjera kulluese, të cilat vijojnë të jenë të bllokuara nga ndërtime të shumta. Problem në këto kanale mbeten dhe mbeturinat si dhe mbetit inerte që i bllokojnë. Një prej kanaleve kryesore të qytetit, i cili përshkon lagjen kushtrimi për të përfunduar në hidrovorin kryesor, vijon të jetë mes mbeturinave të shumta dhe i bllokuar nga ndërtimet. Mbas shpinës time ndodhet një nga kanalet kulluese më kryesore të qytetit të Vlorës, i cili është pastruar rreth 2 vite më parë, por siç mund ta ndiqni dhe nga pamjet, ai po kthehet në gjendjen e mëparshme për shkak se mungojnë aksionet e vazhdueshme për pastrimin e tij.
Ky kanal u pastrua për herë të fundit pas përmbytjeve të 4 tetorit, praktikisht 2 vite më parë. Megjithëse u përfol se do të pastrohej shpesh duke shmangur situata si ajo e përmbytjeve, asgjë nuk ka ndryshuar. Kanali pak nga pak po kthehet në gjendjen e mbarshme mes mbeturinave të shumta. Kallamat e kanë mbuluar në të gjithë gjatësinë e tij duke mos dhënë as pak imazhin e një kanali kullues. Për shkak të ndotjes së këtij kanali, shumë nga mbeturinat përfundojnë në hidrovor duke shkaktuar një sër problematikash. Gjithashtu bllokimi i tij nga ndërtimet mbi kanal bën që qyteti të rrezikohet sa herë që ka rreshtje shiu. Aksioni i pastrimit në kanalin kullues mbi spital duhet të vijojë edhe në kanalet tjera kulluese kryesore për të shmangur situata që dëmtojnë qytetin dhe qytetarët, si përmbytjet që shpesh prekin qytetin e Vlorës. Në Roskovec, fermerët përshesin prodhimin me çmime që nuk mbulojnë as koston bazë të prodhimit. Fermerët shprehen se me këto çmime nuk mbulojnë dot as shpenzimet minimale dhe jo më të nxjerrin fitim. Prej disa ditësh fermerët e Roskovecit po përballen me një çmim tepër të ulët të kastravecit në pikat e grumullimit, ndërkohë që në tregje tregtohet nga 120 deri në 150 lekë. Sipas fermerëve të SUK 1, vetëm 4 ditë më parë 1 kilogram kastravec tregtoi në rreth 40 lekë, ndërsa aktualisht çmimi ka rënë në 20 lekë. Madje në disa raste nuk po blihet fare, teksa theksojnë se me të njëjtën periudhë të vitit kaluar tregtoi me 50 lekë. Kjo situatë ka bërë që prodhimi të dalë nën kosto, duke i vendosur ata përballë humbjeve të mëdha. Me këto çmime nuk mbulojmë as shpenzimet minimale, jo më të nxjerrin fitim, shprehen fermerët, të cilët theksojnë se investimet për fara, plera kimike dhe mirëmbajtjen e serrave janë gjithmonë në rritje. Kastravecit po ikën me 200 lekë. Nuk ka leverdi, nuk ka 200 lekë, nuk ka leverdi ta vjelësh. Kastraveci në Tiranë është 1500-2000 lekë. Më thënë 100 kilometra rrugë, këtu 200 aty 1500. Dhe s'kemi leverdi ta vjelim me, do ta lëm. Më ka do negociojmë, ata thonë po deshe bjerë, lere, shkarkoj e ikë, po deshe mos e bjerë. Shkon edhe për tregun vendas? Ky shkon edhe për tregun vendas edhe për eksport. Në të njëjtën periudhë vjet ky ishte 500, 600, si vjet është 200. Tash 200 lekë çfarë do marrim punë? Bie mos punojmë fare me ta shkulim, të mbyllim serrat. Sa keni kultivuar? Ku janë 2 lyme gjys. Unë kam 10 vjet që merrem me serrat. Gjithmonë ka probleme me çmimin. Vit për vit vjen e njëjta histori. Vjen 10 prill, 15 prill, nuk e dua me thonë. Këto janë problemet. Edhe në Ballkan edhe në Europë. Zakonisht në Itali, në Serbi, Bosnjë, këto vende eksportojmë. Maqedoni, Bullgari. Sa e për llogari? Unë këtu është unë smart do ditën e punës, se unë punoj 3 veta këtu si shtëpi, unë smart me 200 lekë, unë smart do ditën e punës këtu. Të punoj më mirë vetë të punoj me ditë pune. Edhe humbja është që stela ditë e punës. Tu ka shumë prodhim se ky vilet 1 në 3 ditë. 1 në 3 ditë bën 2 ton trangu. Po nuk ke leverdi se do t'i hedh ushqimet unë këtu, ka preparate për spërkatje, kështu që nuk ke leverdi ta vjelësh. I bie që ta shkulim. Mbyllim serrat. Ky ka qenë çmimi si, nuk ka qenë çmimi mirë. Kastraveci 200 lekë vajte. Domatja është me 8. Ka vajte. Ata grumullonjë me 300 lekë, 500 lekë, më lartë jo. Pse ka këtë rënje si vjet? Nuk e di më di, se na vjen kjo. Nuk e di, ja te ka vlla im aty, 800 lekë, sa domati i thashë, 800 lekë sa erdhon thaj. Po sallatori 200 lekë thaj. Nesër mund veja 100 lekë tha. Ja. E erdhojnë ata. Ky pije gjithmonë nuk e majnë një bazar, po erdhojnë. Jo ta majnë një bazar ata, po ata e lanë sa lanë, pam e hulin. Aktualisht kam dëgjuar, unë nuk kultivoj kastravec, po kam dëgjuar te 200 lekë. Ka raste edhe pa çmim. Para një jave ka qenë diku te 600-700, brenda 4-5 ditëve ka pësuar një ulje dramastike deri në 200 lekë. Këto luhatje të menjëhershme të tregut, sa dëmtojnë fermerin? Shumë. Tani ai është në prodhime sipër me 200 lekë, nuk ja leverdis as ta vjelësh, se s'del dhe ajo dita e punëtorit, dita jote dhe ti hedhësh ushqim, nuk asnjë lloj leverdie. Ju jeni kultivuesi domateve, i friksoreni luhatjes së shmërit? Shumë. Domatja para një jave ka qenë te 18, 1800, 1900, sot rrezikon të jetë dhe 13 edhe 14. Ishte një çmim çik më lartë, mund të ishte 400, 500, 600, ka pasur në atë, po jo në këtë fazë, në këtë kohë, në këtë muaj të jetë kaq. Çfarë mendoni se ka ndikuar në këtë ulje të çmimit? Po, më shumë tregtarët, shteti, çdo gjë, se fermeri di vetëm trolloj, nuk di
të kontrolloj tregun edhe të menaxhoj atë shteti dhe tregtarët. Kjo është një lojë që po vijon prej vitesh, a duhet marrë fund përfundimisht dhe të ketë një çmim standard? Këta kërkojmë dhe ne, të ketë të jenë çmimet javore. Mujore e dim që është e vështirë, po të jenë javore. Na këtë ditë ky çmim, siç është tregu italian ose ku di unë turk apo grek. Pse mendoni se nuk realizohet këtu? S'realizohet këtu sepse këtu çdo gjë e bën i madhi shtëpisë. Nuk e bëjnë të veglit. Kështu që duhet ta bëj shteti këtë punë, se ne nuk kemi gjë dot të bëjmë. Shteti mos është ndonjë lojë pikave të grumbullimit. Edhe kjo është. Po ku s'ke kontroll do bësh si do vet. Nëse vazhdon kjo situatë, ç'do të bëhet me prodhimin? Ja do ndodhi që Shqipëria do braktiset, tërë të rinj do ikin, se un kam 2 çuna, një andej dhe tjetri është gati, kështu që ç'a do rri këtu, ku s'punon, ku s'merr, ku s'ke të ardhme, për ç'a do jetosh këtu. Një tjetër problem serioz mbetet mungesa fuqisë punëtore, sipas tyre gjithmonë edhe më pak persona janë të gatshëm të punojnë në bujqësi, çka e vështirëson edhe më shumë situatën në terren. Përballë kësaj situate, shumë fermerë paralajmërojnë se mund të detyrohen të braktisin serrat dhe të kërkojnë një të ardhmë jashtë vendit, duke thelluar edhe më tej krizën në sektorin bujqësor në zonë. Fermerët kanë kërkuar një zëri tabel javore pasi luhatjet e vazhdueshme të çmimit po i vendosin përballë pasigurive të mëdha. Vlora nuk e ka ende një stre për përkujdesjen dhe strihimin e kafshëve Endacak. Liliana Breshani, administratore e qendrës Protect Me, thotë se turistët e huaj janë të shqetësuar për situatën e kafshëve Endacak në qytet, pasi në shtetet e tyre nuk janë mësuar të shohin këtë realitet. Vlora nuk e ka ende një stre për përkujdesjen dhe strihimin e kafshëve Endacak. Liliana Breshani, administratore e qendrës së kafshëve Protect Me, thotë se strezat e kafshëve janë private dhe funksionojnë me financa personale të vetë administratorëve apo nëpërmjet donacioneve të huaja të turistëve, të cilët shprehin dashamirësinë që kanë për kafshët. Turistët e huaj sipas Breshanit janë të shqetësuar për situatën e kafshëve endacake në qytet, pasi në shtetet e tyre ku ata jetojnë nuk janë mësuar të shohin këtë realitet. Për këtë ju duhet pyesni bashkinë. Unë nuk jam pjesë e bashkisë, unë nuk jam pjesë e fondeve të bashkisë, dhe nuk dua të prononcohem fare për fondet e bashkisë. Unë di që për 16 vjetësh shpëtoj kafshët e rrugës, për mua është një mision, e bëj me fondin e familjes time, e bëj duke bashkëpunuar fizikisht me vullnetar të huaj, me turist, të cilët vinë për të bërë pushimet në Vlorë dhe një ditë ja dedikojnë stres time. Vullnetar të huaj që vinë për të jetuar në Vlorë dhe ja dedikojnë kohën e tyre për aq pak për një muaj apo për një javë apo për disa ditë kafshëve të strehës time. Turistët nuk kanë frikë nga kafshët. Ata nëse shprehin shqetësim për gjendjen dhe situatën që është në Vlorë, për kafshët që janë ekzistuese në rrugë, sepse në vendet e tyre ata e kanë të zgjidhur këtë problematikë. Problemi kafshëve endacake sipas Breshanit është tepër i zgjidhshëm, por kërkon angazhimin e pushtetit lokal dhe qendror, duke u implementuar në çdo bashki të vendit hapat që duhet të ndërmerren sipas animalistes, janë regjistrimi i kafshëve, ndërtimi i strezave ku ata të qëndrojnë, e më pas sterilizimi dhe vaksinimi i tyre. Breshani tregon se duhet punuar edhe për ndërgjegjësimin e popullatës, për mënyrën se si duhet i trajtojnë kafshët. Ka zgjidhja, unë e them me shumë optimizëm, zgjidhja bëhet brenda vitit. Por duhet vullnet dhe duhet një politik e bërë mirë nga qeveria shqiptare që të përfshin në të njëjtën kohë të gjitha bashkitë e Shqipërisë, sepse kemi vite që kemi një boshllëk të madh institucional. Ajo zgjidhet e para, hapi parë kryesor në situatën e popullatave të kafshëve të rrugës siç është Shqipëria, hapi i parë është sterilizimi masiv, jo vetëm i qenve të rrugës, por dhe i qenve me pronar. Paralelisht, duhet të ndërtohen strehimoret për të siguruar dhe për të larguar nga rruga kafshët që janë problematike, kafshët e braktisura dhe paralelisht, pra është një aksion e madh që nuk mund të thuash, kjo është e para, e dyta, e treta. Ti në të njëjtën kohë duhet ndërtosh strukturën që të bësh dhe regjistrimin e kafshëve, të krijosh database-in shtetëror për të ditur e para sa kafsh ka në territorin e Shqipërisë, sa qenë dhe mace, sa ka Vlora, sa ka Fieri, Lushnja, Shkodra, Tirana, Tropoja,
Pra të ndërtohet ky networku i database-it me regjistrimin e kafshëve. Të ndërtohen strejmorit, të bëhen sterilizime dhe të punohet me gjitha metodat e edukimit për të ndryshuar mentalitetin, sepse brezi dhe shqiptarët kanë mentalitet shumë të prapambetur për sa i përket kafshëve. Gjeneratat presim që të ndryshojnë. Pra, vullneti i politikave të mira që shteti jon duhet i hartoj dhe t'i zbatoj pushteti lokal, sjell zgjidhjen e problematikës. Jemi në prag të sezonit turistik dhe kafshët e ndacake në qytetin e Vlorës janë kthyer në një problem shqetësues, i cili kërkon zgjidhje, jo vetëm në imazhin negativ që ofron për qytetin, por edhe për shumë situata të rrezikshme që shkaktojnë për popullatën. Kënga popullore përshkon drejt degradimit fatkeqësisht. Kështu është shprehur gjatë një interviste për Blu Televizion Sejmen Gjokoli Mjeshtër Iman, drejtuesi i Qendrës Kulturore Aulona në Vlorë. Gjokoli thosë se në këngën popullore ka tema të ndryshme lirike për të cilat ia vlen të këndohet dhe të përcillen brezave. Kënga popullore po shkon drejt degradimit. Sejmen Gjokoli Mjeshtër i Madh dhe një konsisht drejtuesi i Qendrës Kulturore Aulona në Vlorë thotë se jemi në fazën ku po humben vlerat. Sipas Gjokolit, kënga popullore ndahet në dy periudha, në atë të viteve 1993 deri në vitin 1995, ku kultivohen në çdo vatër apo event për të mbajtur gjallë si traditë dhe kulturë e zonave, si dhe faza e dytë e viteve të modernizimit, ku lindën shumë grupe të reja, ku shumë prej tyre nuk e kultivuan këngën në të njëjtën mënyrë si paraardhësit, duke sjellë shkëputjen nga tradita e dikurshme dhe duke shkuar drejt degradimit të saj. Po nga eksperienca që kam në shumë vite që po merrem me trashëgimin shpirtërore në veçanti dhe me atë kulturore, do t'i ndaja në dy momente këtë zhvillimin e këngës tradicionale, domethënë mbas ndryshimit të sistemit, do të veçoja ato vitet e para, kam parasysh këtu 92, 94, 95, kur mendohej se kjo këngë që kishte ardhur kështu si një tradit, edhe që në shumë zona kjo ishte mbizotruese në kulturën tradicionale, në jetesën e këtyre njerëzve, do të shuhej apo do të kalohej në një asfiksim të saj, dhe ndoshta me këtë arsyetohet edhe lindja e disa grupeve, po kam parasysh këtu grupin Dallëndysha, është grupi i parë që është krijuar i drejtuar nga një regjisor Kondo Kondi me origjinë nga Kuçi i Vlorës, po që banonte në Tiranë. Pastaj erdhi Asambli Labëria në Vlorë me një shpëtim aliraj dhe ky një dashamirës i këngës së folklorit për të vazhduar mëtej pastaj me Asamblin Çipinit Tomon Lelos, me grupin Bilbili që e kam menaxhuar unë prej 94-s, e kështu me radhë. Pra kjo është ajo faza që unë këto i shikoj si një përpjekje për t'u gjendur këtyre ndryshimeve. Do të flisja pasaj për fazën tjetër që erdhi ajo e zhvillimeve të mëtejshme që u konsolidua në përgjithësi, u morë vesh që kënga nuk do të shuhej, sepse nuk ka si shuhet një traditë edhe një po themu një produkt shpirtëror që vjen edhe si trashëgimi, dhe këtu ndërsa më gëzon fakti që kanë lindur shumë grupe, ka një interesim edhe nga mosha të reja, natyrisht nuk ka se si të mos të më bjerë në sy, apo të mos e vrej që këtu ka pasaj edhe degradime që i bën kësaj kënge, ka një lëvizje të fort, do të thoshja unë nga ajo tradit, sepse kënga ka ardhur si një nevojë shpirtërore për të shprehur natyrisht ato zhvillime të kohës, si që ka qënë edhe në munges të aktiviteteve të tjera, po them, kulturore të kohës, dhe kënga ishte ajo që i shprehte të zëmë në dasma, në gëzime, në muhabete, në tavolina, në tryeza, në sofra tradicionale. Kënga vitet e fundit sipas Sejmen Gjokolit është kthyer në një malltregu, duke u kryer vetëm për biznes. Sipas Gjokolit, duke kënduar për tema të ditës, si për reality show apo të presësh me këngë politikanë të ndryshëm, nuk i bën mirë vetë këngës.
Gjokoli thot se në këngën popullore ka tema të ndryshme lirike, për të cilat ja vlen të këndohet, të trashëgohen në breza. Këtu unë do ta lidhja me një gjë që në padrejtësisht kënga është kthyer në një mall tregu. Kështu do ta konsideroja unë dhe kjo asesi nuk mund të mirëpritet, paktën nga ata njerëz që kanë njohur këngën, fuqinë e këngës dhe çfarë ajo ka shprehur, e kupton, jo në vite, në dekada, po në shekuj, dhe pastaj kur kalon në tema të tilla që unë do t'i quaja tema të ditës, këto nuk i bëjnë mirë këngës, sepse nuk i bëjnë mirë trashëgimisë, nuk i bëjnë mirë traditës. Absolutisht, ne kemi këngë të bukura lirike, ne kemi këngë të bukura epike, historike, kemi legjendat tona, kemi të gjitha zhanret e dukurisë tradicionale e shpirtërore, ne i kemi dhe ne asaj duhet i bëjmë hizmetin. Vitet e fundit kemi kaluar nga një këngë popullore ku i këndohej vashës, bukurive natyrore, vlerave kombëtare, traditës, në këngë të thurura për edicione të ndryshme apo politika në nivelet më të larta drejtuese të shtetit, të cilët pritet me këngë ta bani në mitingje apo takime elektorale. Duke ju përshëndetur dhe falenderuar për vëmendjen. Mirupafshim.